për qeft vetë. Pishin. Ne kemi... Hamamin pa. Lere hamin e hamin ti. Pishin tash se të diqa. Edhe shiko ti adi me lezet. Mamu, unë e kuptoj që ti do një bebe, e kuptoj shumë që do një bebe, ka që paftu dukem? E paftje. Shikimin këtej. Këtej shikimin, me isharete, Bëj si kur shikon murin edhe hap gulja syt. Shumë, mama, kujdes ta njerë. Te po shikonë? Mama? Bravo. Si me lezet, mama. Me fundet të dhe me kënë, pa. Mi shkajqe, me kuraj. Duhet të nxefe, ma. Tani është momenti, nuk është nevoja të japësh mënde mësime, mund të largohesh. Kam shumë besim, ma. Largo! Ma që ka aloe vera se të vajtin të kokët. Po i ku moj? A mergume, nere, i letë të qi. Atë shmangre, shpjetin shmangre. Po s'ka fajda Sara. Të lame të dilin e botës në krap, të nga postesh e di fjallë dhe ti. Si këto, po qek shumë është që më gjave, moj. Po moj trauga të liceni, që të tha, e di bili botës ti, shikoj laraskat më hangre. Nuk shikoja laraskat, shikoja pemët, ma. Je pa aftë kopre, cis më gjave mama së tëndet ke që nama. Hajde nëzito ka një se e pa shku vajti. Jo, se unë dua të rridhe pak. Gëzuar, po e gëzuar me këtë mlidh veten. Në shumë e mirë. Hajde mari se kemi punën, nuk ka përndia duart e mia, mos kemi lape, nuk duhet më dot. O ma, e pesi. Të pa me mami e di more të koqener, që koqener. Po, të bëjt që vështirë tani. O që më naqa. Rosh më të vinte mamaja, se i pjek do hiqja dhe këtë gazet. Ma. E kësi po më të vinte. Ti mirë ma. Që këna. Të rrnaqa. Vetëm buzën, po s'ha i krishit, nuk të buzën dhe dhike. Lutë dora më motë Gjani. She says, may your hand be të lumt. Si thonë të lumt në anglisht? Many versions later. Bravo your hand. E zhjithet problemin. Është e vetmja spa në Tiranë, në Shqipëri, që ka një shtrat të tillë me gur kuarc. Ky shtrati ngrohet paraprakisht dhe tani ku ta prikësh është ngrohtë ma mos ki frik. Ashtu dhe mund të shtrihet një peshqir sipër dhe të bëjnë masazh, ose disa persona të tjerë mund ta preferojnë që edhe shtrihen direkt në gurët kuarc. Aksion ti më motor. Lartë e poshte. Don't touch too much ti moj motra. Don't touch too much. Ma mirja tash. Ja të shumë mirë. Nga dal si thot. Nga dal. Light motor Gjanit, light me light. Ka bërë një ato të parat ma mo, tajlandeze. Ka. Më zuri me dru motra mu. Vët 2 javë se jam quar nga krevati mu. Po the masazh mua, një këntru, një këmë vrap. Po këto si të duke? Po ke pas ka dorën i laqë s'ke që nga maja. Ja, okej. Jam shumë mirë. Mbaj mund atë që tash unë mbaj qik trurin atje ku të tash. Ma, lëri njerëzit të bëjnë jetën e tyre. Po Perëndia dhe duart e mia më të keqen mamaja. Të falë Perëndia më të shuk që mi lirove këta damar. Pas ka mgrem e mami, shi që më bëri, shi. Ora shi si e lëviz qafën unë. Pas ka patur dorën i laqë më i motër. Po mos e lëviz qafën o Mari, në dhëmë. Kishte ngrirë o mami.
U të falë zoti më i vajzë. Kështë e ke emrin ti, moj Gjane, kështë e ke emrin ti? What's your name? Niki. Niki, U mama. të falë të zoti, moj vajzë. May the God forgive you. Dominus vobiscum et cum spirituo. Ti mos qesh për marrë mundin atje ku ta shumë tani këto dalin. Ma, luta mos më vërë në siklet. Po s'ka siklet me të ke qenë mami, jalla, po i që shikon njeri si shikon gjithë dynjan që kalojnë tu tjetu. Po kjo një. Po si kur t'jetë t'i fijuar ai, po si kur t'ketë të dashur. Po sa gjë qa ti doj qefi të ketë, po kjo një. Shikon njeri, të gjë, gjëna gjë e keqe, shikon. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Andate kisha bërë që të mëdhaja, të mbajë të kuqine. Do të qoj mami të t'i bëjt më vajtë. Edhe nga nati. Luma maja që e ka bërë, mama, shi qatë shumë. Foli tash. Ki flasë? Si për Po përshëndet. flenë zorë, ma. Për edukat me mami përshëndet Robi, përshëndet, do përshëndesi mamaja, do përshëndesë Ma, ti. flenë zorë, ta njam roza. Je e pa aft. E pa aft. Shma. Në sauna ndezen edhe gjakrat më të Gjani. Këtu lëshohet Robi ti, kur nuk lëshohet e në sauna, vaj me det kjo punë. Që shkej që me shnet nga shpia, mirini. Të shio të sauna se ma bëri zoti risk. Kish fare. Washi si bën ky, na ka port ky. Oj, Allah, si live stalon nja. Tja dhjes unë shikani, priti. Qëndrim dive, si t'kam su mami? Po më bë ka port më duket. Tja eqim trurin, më dhe eqish trurin. Si t'kam su mami, fat me shikime erotike, fantastike, shkencore. Mi bu të fala kur dhesh nga shpia të keqe. Më gjonë kjo mua, po që ka fare, kjo shtullos ta sauna ti. Pas ka ikur. A, iku me vërtet. E trombe! Ishte stili, ashtu stili. Që shkë stili jo? E dia të djesha stilin. Bure, vishisha. Ande, moj, zë përti nuk është faj im, është faj jam. Shpeti se e zun, nuk të lën njeri radën. Ta kapim të parat. Ca letësuar që jam. Do kësha vdekur e zdo e kësha ditur këtë që. Keshe mamaja faleminderit, ma bërna që qefin mamas. Ashtu Ma si, mëso ca gjëra mamit. Po e din ti? Ka dal Ili Vrenozi, mami, ka lën Big Brotherin. Me vërtet? Iliri ishte ai TikTokut. I TikToku, po një burë si Iliri, mami, do t'a dashuron të mam. Me 100% po t'a. A dashuri që ka i për gruan? Vërtet? Do dashurit ti një mashkull që të thret o birë? O po, do dashuroja se ti e dashuron a i gruan e vetë. Ma i shumë gjithë burrat, ti dashurojnë gratë si Iliri. Po, duke i thënë o birë, okej. Po, shumë bukur, po, ati i shkon. Lajmi për ty është që ka dalë Vrenozi. Të doli, ka dalë Vrenozi. Lajmi për mua është protesta në Iran, mam. Po, mam, solidarizohem 100%. Do me thënë, kjo luft që është bërë, jo luft, po ajo lloj proteste nuk mund të quhet protestë, është revolucion. Tamam revolucion. Dhe algoritmi im në Instagramin tim kap vetëm protestën në Iran dhe më pëlqen jashtë shumë kjo lloj kryengritje që kanë bërë njerëzit për lirinë e tyre.
Strojnë mama, vajti fikan palc, nuk munden më. Dhe bukra është që mamit i kam quar të kohën, i qoja në inbox, Reelsa, gratë iraniane që ishnin shamin, hijab, dhe e dishnin në zjarë, okej, këto nuk janë gjëra të bukura për të thënë nga njëra anë, sepse ka njerëz që janë besimtarë dhe mund të preken. Por le të themi që këtu nuk ka të bëj lufta kundër islamit, fesë islame. Unë mendoj se kjo është thjesht një politikë ekstreme. Është politikë ekstremiste islame, sepse feja islame, si çdo fe tjetër, të gjitha fet, po ti marrësh me radhë, si islamizmi, kristianizmi, budizmi, etj, të gjitha pajtohen në një pikë të përbashkët, që njeriu ka shpirt, që shpirti nuk vdes, që qëllimi i çdo shpirti në këtë tokë është që dritën e tij ta ndajë me të tjerët, që karma ekziston, që e mira ekziston ashtu si e keqja. Kështu që qa janë këto të tjerat që të vrasin gruan se se ka vënë një shamin, këto pastaj janë politika ekstreme. Shumë ekstreme, më bajton me ty. Ky është mendimi im për sa i përket protestës. Mama, ja sa të mënçuro perëndi marruaj këtë vajzë, ma fal sa të mënçur të kam për. Edhe di qa mendoj tjetër, ma? Sa shumë ke folë, ma. Ha vazhdo tani. Dhe di qa mendoj tjetër, që nëse dalin fjalët që janë shkruar në Bibël që lufta e fundit edhe më e madhja do jetë lufta kundër feve, nëse ndodh, jemi në prag të luftës së tretë botërore, nëse sipas kalkulimeve të mia, unë mendoj se ne nuk do na ndodhi gjë. Sepse Shqipëria është shumë friendly për sa i përket feve. Jemi shembull për botën, për sa i përket harmonisë që kemi me njëri tjetrin. Te mama që i feson të tëra. Mami është muslimane, i matë ka qenë ortodoks. Të gjitha i feson mamaja. Kështu që edhe nëse ndodh një luftë e madhe dhe egër, unë jam e bindur që këtu në Shqipëri do vinë do strehohen të gjithë. Hajdeni të erita mirë se të vini që shkejnë qenë me shnet. Mirë, hajdeni aje fasullet ja valojnë gjithë javë. Mam, e peqa djali mi mam ta pish në kup lumë nëna që e ka bërë. Gjitha i djash, imagino qa bebi që bën me atë djalin, pe qa floku që kishte mami qa lëkure. Ti do të kursesh 5.000 eurot? Po sigurisht ka që mama, se s'mpret puna muaj, kupton ti apo jo? Në të kësë mushfari mu që më gjeti me këtë fëmi më hangre a moj. Do pësh një bebe, sa e pasha djallin që ka gene të mira, se ta thash dhe atje përëndia duart e mja mos, po që e shashtisur më, që më hangre shtirë. Do rish këtu, se për unë do shkoj të provoj, e pa shikoj në? Pa i të patë erdi dhe ti sytë në, që shikoj e pishinë, shikoj se më hangre do vdes. Erdi biri botës atje të merte një gjithë të bëtë të lafosej, po pëse e këshu ratëse e mutit. Ma, prije në montaj. Ma! Unë tani do shkoj tek ajo dhoma përballë, do provoj Emotion LED. Qash ajo? Emotion LED. Qa do me thënë me maman? Ajo do me thënë që ajo është 100 në 1. Aty mund të rish 2 orë, 3 orë, ajo ka masazhin, ka shkumën, do me thënë hamamin mund ta bësh aty. Maskën me balte të gjitha mund t'i bësh aty, mund të flesh aty, mund të bësh masazh aty, mund të lahesh, mund të shpesh, mund të thuash aty. Si quhe kjo? Ame? Emotion LED. Ame quhe kjo? Ame. Ame të dashuroj, ame! A dëgjuan ti dy njëra me mamë? Ame në frëngjisht do thotë shpirt, mam. Po mirë, e kupton njerëzit? Me që po flisnin për shpirtin. E kuptoni ju e çfarë kemi gjetur te ame? Shqyqyr Zoti që mami u hutua nga djali duke i kujtuar amen. O qa djali, o lumë nëna, lumë e nëna që t'ka bërë, o djali me në balë, more aman, mama dojnë që krozë. Unë po iki mam tani të shkoj të provoj atë amen. Ik mam, edhe unë kam punë. Notove, moj, edhe unë kam punë, mama. Mama, naqa, nuk e ke iden. Shpirti. Qa relaksi, videoklip. Mu duk vetja si ku bëra videoklip. Seriosisht. Shpirti mami do. Ti këtu mirë?
Po kënaqa unë këtu, mami. Aha? Se të karoni një qerpik? Po E pak më vare një, e kuptova që më vare, Të qerpik vare, ishte, ma? qerpik Tash ishte. pas mi ku mundja. E mami këtu tek kripa, më lër tek kripa, t'ke që... Jo, shiko se ne mbaruam. I bëm të gjitha, tani do hikim. Do vish me mua të ndrohemi. Po, ja për një qik, mami, se edhe pak, se e disa po kënaqem këtu tek kripa, ja për 2 minutë, të marrë një qik. Ta shio edhe një qik, të lutet, E mami. ndjej që je me një plan djallëzor në trupin tënd. Absolutisht të betohem. Për sytë ballit. Më pashim, ma. Ja dhe pak dhe pa të qenë. Me kujdes, me leset, ke qenë, mami, si të kam sfar, mami, ja shumë e naze, buku, tuk. Atë vdes, mama. Që nga Roza këtu? Zonja, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Se ke gjithë ditën që po më ndjek. Jo, bëja një pyetje desha. Më thuaj. Ke të dashur? Më falë që janë këto Jo, po i fejuar martuar si jeti mama asma, do mos, ke unë anglisht. Më falë që janë këto pyetje ti në mosh me nënën time, Po. më shoqëroni me zemrën të moshës. O dere? Nuk e keq. Po, e ke kuptuar për këtë, me ka përqu